dua të flas për një smundje e cila i prek shëndetin e gruas. Është kanceri i qafës së mitrës, ku në nivel global dikun 600.000 gra në vetë sëmuan nga kjo smundje, prej të cilave 1 në 70-80 vdesin. Prandaj, nëse zbulohet herët, edhe trajtimi është më i lehtë. Shkaktarët kryesor të kancerit të qafës së mitrës është human papilloma virusi, sidomos tipet e rrezikut të lartë 16 dhe 18. Skriningu i rregullt me pap test dhe analiza HPV-s na dërgojnë dete ndryshimet e hershme qelizore të cilat mund të shkaktojnë kancerin e qafës mitrës. Simptomat e zakonshme të kancerit të qafës së mitrës janë gjakderdhje gjatë aktit seksual, gjakderdhje intermenstruale, dhimbje në pelvik, gjakderdhje të zgjatura, gjakderdhje edhe në menopauzë, gjakderdhje të panjohura në menopauzë. Parandalimi i kancerit të qafës së mitrës bëhet me anë të marrjes së pap testit, analizave të human papilloma virusit dhe kontrollave të rregullta ginekologjike. Me këto metoda mund të parandalojmë paraqitjen e kancerit të qafës së mitrës në 90% të rasteve. Marrja e pap testit në qendrat e mjekësisë familjare bëhet përmes vizitave informuese, vizitave ginekologjike, në që rast mirret strisho për pap test dhe dërgohet në spitalin rajonal ose në institutin patologjisë në QKUK dhe rezultatet i presim brenda 2-3 jave. Moshat e rekomanduara janë prej 21 vjeç deri në 65 vjeç. Për fat të mirë, edhe në Kosovë kemi planin e veprimit të vaksinimit 2022-2025 kundër human papilloma virusit për moshat e reja prej 12 vjeç. Mos i prit simptomat, vepro tani. Zbulimi i hershëm shpëton jetë.